i mirë. Kur Berisha fut. Përshëndetje shqiptarë. Si shtetase shqiptare dhe kanadeze, më ka rënë rasti që këtij kryeministri t'i jap gjithmonë lajmin që nuk e pëlqen, që diaspora ka ardhur dhe është gati për protestën e nesërme. Diaspora është në protestën kombëtare nesër dhe do ta mbushi këtë shesh. Tregoi kryeministrit dhe këtij establishmenti që Shqipëria i ka bërë fëmijët të fortë, edhe pse kanë ikur larg, e kanë mendjen dhe zemrën këtu. Djali që do të flas tashti e ka prerë biletën brenda 24 orëve. Ka udhëtuar 12 orë për të ardhur për të folur me ju në sheshin e Lirisë, në sheshin që çuditërisht ka emrin Dëshmorët e Kombit. Ju jeni dëshmorët e Shqipërisë, ju protestuesët e lirë, ju që vini nga të gjitha anët e Shqipërisë dhe nga të gjitha anët e botës. Ta dëgjojmë djalin. Erdha sot këtu për të dhënë fjalën time, sepse të gjithë kemi lirinë e fjalës, edhe të gjithë jemi motra e vëllezër edhe popull i thjeshtë. Vendin e populli i thjeshtë, unë jam i parapal me të gjithë ju, jo ato kriminalat që kom qenë 14 vjeç kur kanë ardhur në pushtet, jo 27, e ka vjetë, vinë Shqipëri shoh fëmijë, 10 vjeç të shit ujë, vinë shoh plek 70 vjeç të shit paketa. Edhe ky thot kom rregullu spitalet, kom bo vendin, kom rrit pensionet, vdes populli për bukë. I shef fëmijët nga 10 vjeç 2 ditë pa hongër bukë. Edhe ky thot kom bo shtetin, do ju fus në Europë, Europa këti 13 vite. Ky s'di me lidha të veta, por Europa këti 13 vite. Dofta nuk jam intelektual, dofta nuk flas me fjalë mëdha, po jemi të gjithë barabart, po del populli i thjeshtë, edhe administrata të gali, se po e shetin vetëm për 1 milion lekë vjetra, kam frikë se humbi vendin e punës, vi fitëroj 12 orë qanë gjoj, nuk ndalin shokët e mi protest, se njoni puno ke drejtoria të atimeve, njoni puno ke drejtoria e financave, kam frikë shokët e mi të familjarit, se o më rrit me ta, e kam frikë me dalë protest, për ati 1 milion lekshin, pa do bojë në erven këtë shtet. A i këto se jemi dele, këto se jemi të verbër, këto se jemi dele, o vla, po të lidhet populli i thjeshtë, ne e bojmë këtë qeveri, jo ato i 120 kriminelet aty, që zjen me njoni tjetrin, bojnë ato lojnë e Tomi Qerit, edhe kujtojnë se rejnë popullin, po të shngrit populli i kom, të shngrit populli, e do të rezoj populli, edhe di ku që është arma më e fort është që kjo protest vazhdoj, për nat e për nat. Pse do thoni, se e ka marrë vesh ambasada amerikane, e ka marrë vesh Amerika, CNN, e ka marrë vesh Anglia, e ka marrë vesh Kanadaja. Protesta duhet vazhdoj. Dalim këtu edhe 2, edhe 3, edhe 4 mujt, prishim pun tona, se ky edhe ato shokët e vetë kanë bërtik. Ky edhe ato që kanë qenë 35 vite në qeveri, që kanë qenë fëmi e janë bo burë, edhe akoma e shoh mjerim në vendin tim. Më vjen keq mërzitem ku kaloj rrugët e vendin tim, se kam mjerim. Shumë faleminderit. Diaspora është me ne, diaspora është me ne, diaspora është me ne, diaspora është me ne, diaspora është me ne. Përshëndetje të gjithë qytetarëve e pjesëmarrës në protestë. Unë jam një pensionist i vjedhur 100% me ligjin 7703, po nuk jam vjedhur vetëm unë. Është vjedhur një popull i tërë. 70% e popullit
kanë këtë fat që i mohohet puna nga ky shtet kriminal, nga ky shtet parti shtet, ku gjitha forcat politike, të majta të djatha, të reja të vjetra, janë kundra ligjit 7.703. E kanë falsifikuar ligjin dhe e përdorin sistemi kompjuterik dhe i mohojnë punën shqiptarëve. Kur dokumentat janë në Lundër dhe objektet e punës janë në Tiranë, firmat e ndërtimit e kanë fjallën. Prandaj, këta nuk shenjë këtë realitet të vërtet të madhe dhe janë kundra popullit, kundra demokracisë, kundra ligjit 7.703. Kërkoj që pensionet të ndire si mbas ligjit 7.703 dhe si mbas punës dokumentat i ka në Lundër dhe nuk njop asnjë lloj pensioni të vjedhur nga Astrid Hado, nga kriminali Astrid Hado apo nga reformatori ki i quajtur gjua kryeministër. Ki nuk është kryeministër, ki ka bërë reformën e mohimit të punës kundra popullit, i ka mohuar punën, u ka vjetë pensionet, poshtë e Tirana, poshtë e Tirana, para ligjit, para burgut. Ju faleminderit që më dëgjuat, kam dhe një fjalë për policinë e shtetit. Policia e shtetit mos lufton fjalën e rirë të qytetarit, po lufton krimin shtetëror dhe jo fjalën e rirë. Roj demokracia, roj të rinia, roj demokracia, roj populli shqiptar.